Edhe veç që ka bo që shto gjepin, ka pas disa të holla, po tash dot mu ka dok pak shumë pare. A dot mu ka dok shumë pare. Që është fundi mujt, vetëm shpresoj bëhet më mirë. Dhe të largonin nga solla është gjithë. Me përshëndet vllavin edhe me ikë. Veç dore. Një detaj interesant i cili më ka ndodhur në kohët e fundit me granitin, është kur djali i granitit e ka pasur ditëlindjen dhe më ka ftuar mua dhe një shok timin që të shkojmë me fëmijët tanë. Ka qenë data 17 nëntor 2023, rreth orës 15 pas dite, se unë e djallin teme, kom pas në klasë me djallë granitit, ka pas ditëlindjen e djallit, edhe në kaftu fëmijët për mja festu ditëlindjen në Gjakov, në Centërmall, kati i dytë. Po, në Gjakov, kati i dytë. Pasi që djalli em ishte 5 vjetë e gjys, edhe vetëm e lonë ku freksesha, i më shku ne edhe një shok i kena marrë fëmin edhe në shku bashkë me fëmijët tonë. 5 vjetë e gjys të ringë? Po, të me thonë para 2 vjetë e gjys, qashtë të 2 vjetë? 5 vjetë e gjys. Po? Pasi që graniti ishte me familjen e ti, do me thonë me gru, me thmi, me akrabo, ky ullë në tavolin me mu dhe me atë shokun. Edhe gjatë bisej disi për... Ky? O ullë në tavolin me mua dhe atë shokun? Pasi që ishte data, do me thonë fundi 7 majtë në dorë, zakonisht në besim me pare pak në përgjepa. 17 nëntor? Po. Po. I thash, edhe vit që ka bo që shto gjepin, ka pas disa të holla, po tash qëfar kartmonjes se di, si ka pas grumull. Dhe aj? Veç pa ka bo kështot, i ka pas disa para, tash sa i ka pas e qysh se di, po i ka pas grumull, 20, 10, 50, s'po di. Për atë arsye mu ka do... Kartmoneza 10, 20, 50. Tash mu edhe me gabu se kanë kalu do një ko. Datë mu ka do pak shumë pare. A datë mu më ka do shumë pare. Se është fundi mujt. Sa i përket jetës në imit ose dikuj tjetër, në gjithë se cili se të kem jetën tonë, edhe jetën tonë nuk kem ka muj me kontrolu, e nuk kom pas kohë në më morë me jetën e kërkuj. Pite me zënaima, në zë... Në kretë rejthi familjar, do me thonë, qka jena, në imi unë joftë si njëri që ka bo një jetë lumëtër, një jetë bukur, që si ka mungu kur gjo, që ashtu të njoftë në publik. Si njëri që ka bë një jetë lumëtër, të bukur, që nuk i ka munguar asgjë. Edhe kanë pas lakmi shumë persona, për jetën që e ka bo. Në qëfar kuptimi po mendon një jetë të bukur dhe të lumëtur? Besoj që ka kompon nga jashtë, se mrenda nuk i di kërkush që ka, po nga pomja jashtë ka pas një jetë bukur, të lumëtër. Me dash me shku në thim ka shku, me dash me bled diqka ka bled, si ka mungu kur gjo. Jo se kur na dënë me bled kërë s'ki pare. E kjo do me thonë si kanë mungu këto same. Nuk im konë dini që ka pas probleme financiare se ne probleme. A qëndron, do me thonë që... Po, qëndroj pas deklaratës dhënë me 6/12/2023 në polici. Qëndroj pranë deklaratës dhënë. Në prej vitit, do me thonë prej 23 shtatorit 2021, unë e leqës s'ko mujtë më shoqru me naimin, po nuk mujtë më shoqru has me familje teme, sepse unë e ponoj në Mitrovic Vereut. Që 4 vite, do me thonë, kam qenë atje, edhe kam qenë me ororë 24 orë. Do me thonë, thmin të mi, kum pas mund mi po, edhe me najtë me ta. Në përgjigje shkurt po ose jo, se me të thonë, po qysh. Ky do me thonë ka jetu edhe ka ponu në së e di. Ky kur orë një poshim ka nëjtë 2-3 javë, unë nuk ko që s'kum nëjtë shumë me to. E ka kuptan? Jervan Teshko do të govorite? A e keni vështirë me u përgjegjë me po dhe jo? Pa pyetje, dëshmitar, a keni diçka tjetër përmeshtu, e cila pyetje nuk është parashtru, ndërsa është e rëndësishme për këtë proces penal? A ki diçka tjetër me shtu, përveç asoj që jeni? Jo, zonja gjeshtarë nuk kom me shtu kur gjo, vetëm shpresoj
bëhet më e mirë dhe më e drejta. Faleminderit. Mund të qëndroni në sallë, por mund edhe të largoni nga salla. Më vesh me përshëndet vllavin edhe me ikë. Veç dore. Pastaj që se kom po që. Po s'moj me prit avokat se... Dëshmitar, është e vërtet që nuk ju është lejuar me vizitu vllon tuaj kushtrimit, cili gjendet në paraburgim, për arsye se ju keni qenë dëshmitar i propozuar dhe është, po gjithsesi tani tutje ju mund ta vizitoni vllon nëse veç parashtroni kërkesë, tash jemi në shqyrtim gjyqësor, kaloni mirë nëse veç doni me liru sallën. Faleminderit. Ditën e mirë, me lejen e gjykatës, dëshmitari largohet nga salla.